Fare. Më imagjinon dot mua duke luftuar me shpata? Shpata. Jo. Gjithë secili ka vendin e tij në këtë botë, edhe unë kam vendin tim, ndërsa vendi yt është këtu. Jo, i yti është tek tavolina 258 dhe mos haro të buzëqeshësh. Bat punë të mirë në zanës. Asnjë nga ju nuk më zhgënjeu. Tigër duhet jesh më jeger. Majmun duhet jesh më shpejt. Lejlek, shtrije veprimin. Në park, delikatesa jote. Mentës. Bëhet fjalë për mjeshtin Ugui. Dëshiron t'ju takoj. Mjeshtër Ugui, më kërkuat mua? Ka ndonjë gjë që nuk shkon? E përse duhet ketë ndonjë gjë që nuk shkon nëse unë duhet të takoj mikun tim të vjetër? Atëherë, çdo gjë shkon mirë. E po, unë nuk u shpreha në këtë mënyrë. Çfarë po thoje? Që pata një vizion. Tailang do të kthehet përsëri. Kjo është e pamundur. Ai është burg. Asgjë nuk është e pamundur. Zeng, nisu fluturimthi për burgun Çorgam dhe thuaj që do të dyfishojnë në rojet, të dyfishojnë armët, me një fjalë që do të dyfishojnë gjithçka. Tailang nuk duhet të dalë kurrë nga i burg. Si udon, mjeshtër shefu? Kur e takojmë fatin tonë në mes të rrugës, nuk duhet kurse si që ta shmangi. Duhet të bëjmë patjetër diçka, nuk duhet në asnjë mënyrë që ai të dalë gjallë nga ajo luginë. Me siguri ai do të është njësoj si ujë që kemi këtu, miku im. Kur je shqetësuar, ashtu si ujë turbulluar, është shumë e vështirë të shikosh. Por nëse ti do të japësh mundësi mendjes të qetësohet dhe uji të kthjellohet, përgjigjja është shumë e qartë. Pergamena e Dragoit. Erdhi koha, mik. Për kush? Kush është aq i denj sa që ne t'i besojmë sekretin e fuqisë së përjetshme, që të shndrohet në luftëtarin e Dragoit? Këtë unë nuk e di. Më falni. Bëj kujdes. Më falni. Kujdes më të pak. Falni. Më vjen keq. Jemi herë të falni. Çfarë? Mjeshtri Ugui do zgjedh luftëtarin e Dragoit sot. Më dëgjoni. Nisuni për në pallatin Xhait sepse një nga 5 furishmit do të marrë sot pergamenin e Dragoit. Kjo është dita që kemi pritur për vite me radhë. Shkoni, kjo është dita më e rëndësishme në historinë e Kung Fus. Mos e vrit mendjen se the vetasin mafia. Ku je duke shkuar, Mordial? Në pallatin Xhait. Sepse harrove të marrësh karrocën e makarona. I gjithë qyteti do të jetë atje, kështu që do të kesh mundësinë të shesësh të gjitha makaronat. Të shes makarona? Por babi, unë po mendoja që të mos ndoshta... Po? Isha duke menduar se ndoshta... Aha. Mbase mund të shes edhe kokoshka, pasi atje mund të blejnë. Ky është djalim. A nuk të thash ajo ëndër ishte një shenjë? Po, jam i lumtur që e pash. Pak! E po thuaj se më rrita.
Ja! Më vjen keq po. Do të cillim një dhuratë. Jo, dhuratën do ja u sjell unë. Kjo është një ditë historike, apo e kam gabim, Mjeshtër Way? Po, është dita që unë kisha frikë se nuk do t'jetoja për ta parë. A janë gati nxënësit e tu? Po, Mjeshtër Way. Dhe tani do të them diçka, miku im. Kushdo qoftë ai që unë do të zgjedh, do të sjell paqe, jo vetëm për qytetin, por edhe për ty. Tani le të fillojnë dy luftimet.